Tani vetë fakti që është shtyrë në ditën e fundit të afateve kushtetuese tregon se sa jo serioze është çësia ndaj formimit të institucioneve, posaçërisht duke marrë parasysh që nuk kemi parlament për më shumë se 3 vite funksional. Do thotë kurti dhe strukturat e tij ose kurti vet duke i vënë veprim për nevojat e tij ka sjell momentin e fundit të krijimit të parlamentit të ri të Kosovës, kuvendit, i cili realisht nuk do të ketë absolutisht asnjë vlerë, për shkak se unë jam i bindur që i gjithë skenari është i përgatitur që të shkojmë zgjedhje të reja dhe ato në kohën e pushimit të dimrit. Do të kemi një konstituim sa përsye faqe dhe dështim të përzgjedhjes së presidentit, dhe kjo dërgon mandej në krizë tjetër e cila domosdoshmërisht kërkon zgjedhje të reja. Tani pas zhvillimeve të fundit në lidhjen demokratike të Kosovës, mendoj që veç është bartë faji. Kurti ka arritur që edhe në këtë fazë ta vendos fajin tek të tjerët, në këtë rast te LDK-ja, duke mos e marrë përgjegjësinë që ka një parti e cila ka shumicën parlamentare, e cila është e detyruar të jep vendit institucione qoftë edhe nëpërmjet kompromiseve politike për të arritur tek institucionet e qëndrueshme dhe zbatimin e programit qeverisës. Tani situata qëndron kështu. Formulimi se kemi vota për qeverinë, për ekzekutivin dhe nuk kemi si themi përgjegjësinë e plotë për presidentin, tregon që është lojë frazash, manipuluese dhe mashtem, për shkak se nuk mund të kesh vota për qeverinë e të njëjtën kohë ta bartësh fajin tek partitë të cilat dikur ju thonin që me këto vota nuk e meritojnë pozitën e presidentit. Edhe sikur të dojnë opozita ose partitë tjera, nuk munden me dalë me një zgjidhje nga kjo situatë. Do të thotë është vetëm lojë fjalësh për ta bartur edhe për ta filluar fushatën elektorale. Do të thotë kurti është gjatë gjithë kohës në fushatë elektorale duke tentuar të akuzoj të tjerët për dështimet, se keni parasysh që brapa këtyre dështimeve qëndrojnë edhe humbja e qindra miliona eurove të Bashkimit Evropian. Do thotë fajin për humbjen e qindra miliona euro, po do me bartë të dikush tjetër dhe jo tek çështja, do të thotë adresa kryesore që është vetë kurti në këtë situatë. Tani Lumiri ka bërë një fitore, por që është humbje për Kosovën. Sepse nuk mund të ketë më marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje një lidhje demokratike e cila është realisht ka dalë nga një proces i brendshëm në gjysmë. Këtë që po e them nuk po e kundërshtoj në asnjë formë rikonfirmimin e Abdigjikut në kryet LDK-s, por po them që fakti që ballafaqimi për brenda LDK-s e ka lënë në 2 gjysma, gati se të barabarta, sepse po flasim për aspekt përmbajtësor, strukturor partijak, i bie që nuk mundet Abdigjiku ta kontrolloj votën ose ta rreshtoj votën mbrapa një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje të atyre deputetëve të cilët kanë qenë në anën tjetër të gjysmës, do të thotë kundër Abdigjikut. Kjo i bie që atë ditë kur shkojnë në kuvend, çfarëdo lloj marrëveshje politike ndërmjet LVV-s dhe LDK-s së gjysmuar tani më, nuk garanton krijim të institucioneve. Vetëm se garanton që kurti thot unë pata vullnet të mirë, po këta nuk i kontrollun dot votat e tyre dhe ne përfunduam në pamundësi për të krijuar institucione, rrjedhimisht zgjedhjet bëhen automatikisht hapi tjetër që ndodh. Tani fatkeqësia është këtu që duket që për një me ka të bëjë me LDK-n, por në fakt nuk ka fare të bëjë me LDK-n. Ka të bëjë me strategjinë e kurtit të mos formojë institucione në asnjë formë, në asnjë mënyrë, duke provuar parendur që ta shkatrojë lidhjen demokratike të Kosovës. Unë nuk e di nëse Abdigjiku dhe Vjosa Osmani kanë kuptuar që objektiva e kurtit është që Kosova të mbetet pa lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe kur them pa lidhjen demokratike, them që të mbetet në nivelin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, e cila është përbrenda e përçar, nga jashtë është në pabesim
e në përplasje me elektoratin e vetë dhe pa mundësin për të ndikuar në proceset politike në Kosovë. Dhe këtu ka arrit Lidhja Demokratike sot, në këtë format që është, pa e hedhur gishtin drejt fajtorit, por duke të reguar qartë që papjekuria politike e një pjesë të Lidhjes Demokratike në kryesinë e saj ka sjellur në një mejdan për i cilit të gjithë janë të dëmtuar. Nuk ka fitues nga ky mejdan që është bërë. Këtu ka vetëm humbës. Dhe ka një fitues që është Kurti në objektivin e tij për të shkatërruar plotësisht edhe eliminu Lidhjen Demokratike nga skena politike. Në fakt mendoj në terma afatgjat, Partia Demokratike ka bërë vendimin e mençur, sepse çdo tentim për të hyrë në koalicion me Kurtin do të sjellte tek përçarja e trupit elektoral dhe strukturave të partisë. Kushdo që e ka menduar këtë formë të qasjes nga Partia Demokratike ka qenë e mençur ose i mençur ose grupi që ka këshilluar që të mos hynë në eksperimentime me Kurtin, duke njohur Kurtin sa i paqëndrueshëm është në çdo lloj marrëveshje politike, ka treguar ose ka ruajtur një unitet minimal të Partisë Demokratike, shtoj këtu edhe çështjen e pritjes së vendimit të gjykatës speciale në Hag, që do të thotë që PDK-ja në një farforme ka thonë na e kemi marrë votën nga qytetari për të qenë parti e dytë dhe do mbesim në opozit përderisa nuk kemi si themi një platformë dialoguese e cila nxjerr marrëveshje politike që është në favor të unifikimit brendshëm, gjë që nuk ka ndodhur te LDK-ja. Realisht Kurti ja kanë ngrehur fijen e shpërbërjes duke i përplasur nga brenda vet LDK-n që ka qenë si duket synim që nga momenti i Kurti ne, atëherë kur edhe unë kam qenë zëvendës kryeministër, dhe ka tërhequr fijet e para të përplasjes me zotin Veliu, Agim Veliun, atëherë ministër i punëve të brendshme. Tani ne mund të merremi me formulime e vlerësime se kujt mund ose kujt nuk mund të shkojnë për shtati. Unë jam gjithmonë pro idesë që të tentohet në proces demokratik të gjendet zgjidhja, domthonë zgjedhjet janë proces demokratik, të kushtueshme, fatkeqësisht edhe të manipuluara, sepse ne për një kohë gjatë tani më po shohim që me paranë publike blehet vota, manipulohet varfëria e kosovarëve. E vetmja gjë që po funksionon përbrenda vendit tonë është ideja që t'i mërzisim qytetarët deri në momentin kur ata paketojnë valigjet edhe ikin për vendet perëndimore. Do thotë, ky është rezultati i qeverisjes Kurti në të gjitha fazat e tij, në detyrë ose jo në detyrë, është që qytetarët janë mërzitur, e pam në numrin dhe përqindjen e daljes herën e fundit, unë jam i bindur që do të ketë edhe më pak në zgjedhjet e ardhshme, edhe në nën tekstin e krejt kësaj pune që ndron fakti që qytetarët po kuptojnë që ata që shkojnë në parlament, ata që përzgjidhen aty janë të përzgjedhurit e liderëve. Nuk janë njerëzit që kanë meritokracinë në politikë, nuk është se ata kanë menduar për politikat publike, shumica prej tyre, ata janë aty për ta ngritur dorën ashtu siç ju urdhërohet nga njerëzit e partisë. Dhe duke qenë se ky është raporti ndërmjet votuesit, sovranit dhe institucioneve, kemi përfunduar, mendoj, në fajin e përgjithshëm që jemi në këtë situatë ku jemi, por lokomotivën, timonieri i kësaj krize edhe kësaj situate është Kurti dhe mungesa e tij e kulturës minimale politike për të arritur kompromiset e duhura për dalë në agjendën zhvillimore, sepse jemi gjithçka ka të bëjë me emrat përvetshëm dhe tentime të luftës ose brenda partive ose ndërmjet partive, por asgjë për Kosovën edhe për qytetarin e Kosovës.